Vjosa Osmani, gruaja që e bëri politikën e Kosovës të ndryshme. Në një skenë politike të mbushur me tension, rivalitet dhe figura të dominuara nga burrat, Vjosa Osmani arriti të ndërtojë një profil që u bë sinonim i ndryshimit, integritetit dhe vendosmërisë. Në pak vite, ajo kaloi nga një deputete e re në kuvend në presidenten e Republikës së Kosovës dhe një nga politikanet më të respektuara në rajon. Por, suksesi i saj nuk është rastësi, është produkt i një kombinimi të rrallë, formimi akademik, qëndrimi moral, guximi politik dhe aftësia për të qëndruar e qetë në mes të stuhive politike. Vjosa Osmani lindi në Mitrovic në vitin 1982 në një familje intelektuale. Studimet e para i kreu në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, ku më vonë u bë edhe asistente. Por ajo që e dalloi nga shumë të tjerë ishte studimi në Shtetet e Bashkuara, ku mori doktoraturën në drejtësi ndërkombëtare në Universitetin e Pittsburghut. Kjo përvojë ndërkombëtare i dha jo vetëm njohuri, por edhe një perspektivë të re për shtetin dhe ligjin. Ndryshe nga shumica e politikanëve të brezit të saj, Vjosa Osmani nuk e nisi karrierën me parulla, por me argumente ligjore. Kjo e bëri që shumë ta shihnin si të ftohtë politikisht, por edhe si të vetmen që kuptonte me detaje mekanizmin e Shtetit të ri të Kosovës. Në vitin 2010, Osmani u bë pjesë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, LDK, partia e themeluar nga Ibrahim Rugova. Ajo u konsiderua si pasardhëse e natyrshme e shkollës rugoviane, e qetë, e arsyeshme, pa agresivitet verbal dhe me theks në diplomaci. Në vitet në vijim, ajo ushqua në kuvend për kritikat e argumentuara ndaj korrupsionit, për mungesën e reformave dhe për mënyrën si partitë e mëdha po e trajtonin shtetin si pronë të tyre. Në vitin 2019, ajo mori guximin që pak të rinj e kishin marrë, u përball publikisht me strukturat e partisë së vet, duke kritikuar lidershipin e vjetër. Kur LDK hyri në koalicion me Partinë Demokratike, PDK, ajo refuzoi ta mbështeste marrëveshjen, duke e quajtur tradhti ndaj votës qytetare. Kjo qëndresë e nxorri jashtë strukturave të partisë, por e futi në zemrat e shumë qytetarëve. Pas ndarjes nga LDK, Vjosa Osmani u bashkua me Albin Kurtin në zgjedhjet e vitit 2021, duke formuar një front të përbashkët për ndryshim. Në një vend ku zhgënjimi me politikën kishte arritur kulmin, kjo aleancë solli shpresë dhe entuziazëm. Rezultati ishte historik, vetëvendosja fitoi mbi 50% të votave, ndërsa Vjosa Osmani u zgjodh presidente e Republikës së Kosovës më 4 prill 2021. Në atë moment, ajo nuk ishte thjesht gruaja e parë që mbante këtë post në mënyrë të qëndrueshme, ishte simboli i një epoke të re për Kosovën. Në një rajon ku politikanët shpesh ndërtojnë reputacion me zhurmë, Vjosa Osmani e ndërtoi me qetësi. Në vend të fjalimeve emocionale, ajo përdori gjuhë të balancuar diplomatike, duke e vendosur Kosovën në një dritë të re në arenën ndërkombëtare. Në vend që të përballej hapur me kritikët, ajo i zbuti me qëndrueshmëri. Një nga pikat më të forta të saj është ndërtimi i besueshmërisë me partnerët ndërkombëtar. Nën presidencën e saj, Kosova ka forcuar raportet me Shtetet e Bashkuara, Mbretërinë e Bashkuar dhe BE. Në samite ndërkombëtare, ajo është parë si zë i matur por i vendosur, një profil që rrallë është parë nga liderët ballkanik. Në arenën e brendshme, ajo ka ruajtur distanca nga përplasjet e ashpra politike, duke ndërtuar imazhin e një presidenteje mbi palët, diçka që mungonte prej vitesh në Kosovë. Suksesi i Vjosa Osmanit nuk matet vetëm me poste, ai matet me besimin që ajo ka ndërtuar në një shoqëri të lodhur nga korrupsioni dhe arroganca politike. Në sondazhe të vazhdueshme, ajo rezulton ndër figurat më të besuara në Kosovë, shpesh më lart se vetë qeveria. Në një vend ku shumë politikanë janë ndjekur për korrupsion, ajo ka ruajtur një imazh të pastër, profesional dhe të përmbajtur. Në një shoqëri që është mësuar me premtime boshe, ajo flet rrallë, por kur flet, njerëzit e dëgjojnë. Në një politik që kërkon heronj, ajo mbetet e thjeshtë dhe ndoshta pikërisht kjo e bën të fortë. Në më pak se një dekadë, Vjosa Osmani ka bërë atë që shumë lider nuk e kanë arritur dot, ka ndërtuar besueshmëri personale që nuk varet nga partia, por nga karakteri. Sot, Vjosa Osmani është vetëm në mesin e karrierës së saj politike, por ndikimi i saj tashmë ndihet përtej Kosovës. Në sytë e shumë diplomatëve, ajo është fytyra e re e Ballkanit që flet me dinjitet dhe me respekt. Në sytë e qytetarëve të zakonshëm, është shembulli se edhe në një sistem të fortë burrëror, ndershmëria dhe arsyeja mund të fitojnë. Në fund, suksesi i saj nuk është vetëm politik, është moral dhe kulturor, sepse ajo tregoi se nuk të duhet as zhurmë, as frikë, as luftë për të udhëhequr, mjafton që njerëzit të besojnë se je drejt, dhe kjo, në Ballkan, është ndoshta forma më e rrallë e pushtetit. Sot ajo arriti një tjetër sukses. U njoh zyrtarisht Kosova nga Siria.